Si shkak i rreshjeve me intensitet të lartë që ka nisur që nga mbrëmja e kaluar dhe fryrjes së lumit Kir, në segmentin rrugor ura shtret Prekal është shkaktuar shembja rrugës. Kjo situatë ka bërë që edhe emergjencat të marrin masat për bllokimin e këtij aksi për lëvizjen e automjeteve. Rreshjet intensive të rëna që nga mbrëmja e kaluar kanë shkaktuar një situatë problematike në segmentin rrugor Prekal ura shtret, ku një pjesë e kësaj rruge është shembur, ndërsa emergjencat civile bën ditur se kjo rrugë tashmë është e bllokuar për lëvizjen e automjeteve. Ndërkohë banorëve ju është bërë ditur që të lëvizin nga segmenti tjetër që e lidh me thethin. Po banorët zonës Prekalit, jena banojmë Shkodër, po shtëpiat i kena këtu në Prekal. Na sham rruga nga moti i keq. Jo, nuk kalohet, me makinë nuk kalohet, vetëm ka mësuar. Kështu si na dolëm, mos patëm në mundësi me dal për qef atje, nuk mund na arritëm me dal edhe po kthehen poshtë. Rrezik nuk ka ne rrezik, po aty s'ka ça me pas rrezik, se na mësuam me këtë gjëna, me këtë mëtinëna të mësuam. Nuk ka ne rrezik me thonë, pasi gjëna lloj rrezikut. Vetëm se nuk kalohet. Janë marrë masat tamam me rregulla. I rast smunja o bëllat nuk kalon asnjë gjë ne. Përveç se me bicikleta kam mësuar. Edhe kjo rruga që shkura qit, me të drejtën na shkon ai shumë mirë deri tash, po sinqerisht nuk kam nuk kurrë as kanalet me pastru, ka raste si ka ra dhe ala janë aty tash një vit e sa në rrugë nuk janë pastru. Gjuna është mos me mirëmajt. Çka kanë më bëu tash bashkia inshallah po në dorën e lirë këtë rrugë për zonën sidomos ja larta ne sa shkajt e bllokuar. Se Prekali vetëm me shku i thethë, i brek lumit e mos sjell ne se pra bënon nuk po çan me kalua si lloj automjetit. Inshallah po bajagi shëmje malla apo. Shqetësim në këtë segment rrugor është dhe rënja e dherave si dhe prezenca ujit në rrugë, çka vështirëson lëvizjen e automjeteve nga fshati Mes deri tek ura shtret, ndërkohë ekipet e emergjencave janë në terren për të monitoruar situatën si dhe për të vlerësuar dëmin e shkaktuar nga shembja rrugës.